Hej bukurushe, e mirë që vini në chanelin tem. Sot këna mi u përgjigjë do pyetjeve shumë interesante. Nuk po ja zgati shumë, po ja nismi më një herë me pyetjen e parë, që është çka është diçka që ki toleru te dikush edhe tash kur menon thu what the fuck. Qysh plot kum toleru sene, po një sen i parë që më kujtohet është një lidhje që e kum pas para se mu bo me babën e fëmijëve. Ku une jam kom bashk me dikan që s'ka pas asnjë cent në xhep, ama une e dojsha, ama jo që s'ka pas asnjë cent në xhep, po une edhe cigaret ja kum pagu e kejt senet. Do me thonë që kjo është një sen që në ditë sotit kur se kisha toleru, mi pagu si femën, një djallit, diçka, une në qatë moshën tem, në qatë ku menojsha që adin nëse e do ndikan nuk ka lidhja adin nëse e pagu, nëse ku menu që kur e do ndikan kjo është dashnie e vërtet, nuk ban me këqyr këto sene, me pare sene, ama një qik kur njet nuk ban me pagu për një djallë, që kjo është mendimi jam qëta është që qka s'kisha toleru kur mo. A ki bo në e herë stalking FBI level edhe që a ki zbulu, do me thonë edhe a kum zbulu në e herë në e sen, si kum hi fillit. E kam një video tjetër, ku foli për një lidhje tem me një narcisist që e kum pas. Edhe në qatë lidhje shumë sene kum zbulu, se unë edhe kam një sen që më lidhin senet, që di as vet atë në qysh më lidhen, ama do me t'regu një historie tjetër. Si shambëll i thjesht. Jam kanë me një djallë, edhe nuk u kanë kur gja serios atë, jena kanë të fol, jena kanë kështu të dal, edhe po e shonë telefon që një emërt, një qikës që e dikush është ajo qika, kishin snap të aj. Edhe ja bona, hej, kur pas kënejt me këtë qikën atë, edhe ma boni jo, ku me ditë se që telefon frike ku më bli pinjonit, atë mu as nuk ka që i ku më besu, po as nuk ka që i edhe një shtova rëndësima sa në sa më shumë. Tëne dikura edhe janë njësëm mus me fol kaq shumë, edhe zakonisht kur një djallë nuk ka të fol me ty, o të fol me dikan tjetër. Do me thonë tëne, unë ketë rasisht, qatë qikën, do me thonë, e kum pas në snap. Unë kum menu që e kam në snap. Ama në fakt është ka një fake account që o bo sikur ajo. Edhe në stop më që e ki snap, edhe thashti që shka ka që ki njeri. Tana, e lypa qatë emrin e qikës edhe përsho që hej, e ka një snap tjetër. E kur po ja boj atë, i thom, hej, a je mërë ti që kjo akaunti që sa të më shkru, e që e që ka po ma vonjë, nuk jam unë. Ama që ka po shota, në, është që na e kine një best friend për bashkë, edhe më një herë ma kopi mu e truni që qka o puna këto ka një ka best friend. Kam plot që si situata, ku veç ketë pahiri, se që shto më do të gjithë. Ketë pahiri më vindo informata edhe i zbuloj të na kitë sanët. Të na kur i zbuloj sanët, jam e lumë të dyshish muj me flete qetë. Qka është red flag i madh të një moshkull? Krejt, meshkujt janë red flag. Unë në fakt jam pasi njëri që i njëroj shumë ato në shenjat që që ke njëri nuk është për ty ose nuk ban. Ama red flag shtu që e kam mas të lësum të është, kur i thu dikujt dishka, edhe a i vazhdon me përsëri që ato. Se tin, apet kur nuk e din që të pengon në najsan, atëherë okej. Ama kur unë të kom thonë, a i që sa në më pengon, edhe ti apet përbon, edhe nuk është veç një herë që të kom thonë, din, shpesh herë për thamë, okej, që sa nuk më pëlqen. Si një san që e kam të lësum me më thirë loqk. Edhe me ma bo të herë nësa loqk, dhe që është shumë disrespectful. Se pi doke që atin as nuk jetë tu ma vnu veshin që jam të thonë. A besën që njerës mujnë me ndryshu realisht. Une mendoj që njerës mujnë me ndryshu, nësa ata dojnë vetë. Ama ti kur njetë nuk mund është me ndryshu dikan. Edhe e di se na si femnat e kena atë ondre, mu konë shpetimtarja e dikuj do me thonë, ajo konë qështu, ama për mu ka ndryshu, ose ajo bënë qështu, ama me mu së ne bon atë sen, qupi ondrave, se qashtu ka me ta bëjë dhe ty njajtë. Do me thonë njerës ndryshojnë, ama vetëm nësë ata dojnë vetë. Se edhe unë jam njëri që edhe nështë e më herët jam konë më ndryshe, tash jam më ndryshe, do me thonë njerës evolojnë, hecin me konë, punojnë me vetën e vetë,
edhe ndryshojnë. Që është esenca që teston i ndryshon. Ata mujnë me ndryshu vetën. Qka është diçka që se tregon online, po low-key të prek shumë. Janë do komente ka një herë, për shembull kur e kam një ditë keqe, edhe dikush e thot një sen që unë vetë e mendoj, a din? Se kur dikush thot për shembull tash te je njeri kaq, unë peti që s'jam njeri kaq, nuk po prekna. Ama ka një herë a din që shikoj njeri do komplekse me veten, edhe dikush bashkë me ta përmend çat sanen, tana a din njësh kaq. E që kjo është më shumë, çka nështë se kallzoj qaç ndikimin e komenteve negative. Shka ma gërdit me një herë një njëri. Nëse nuk më shkruan, atë nëse nuk peshot që jetu më dhonë vëmendja, une jam një njëri, unë des për vëmendja. Edhe nuk më vja kaq me pranu, më pëlqen vëmendja. Sidomos kur je du dikan, ose adin kur jam të njoftu me dikan, ti dush me më dhonë mu shumë vëmendja. Nashta unë ty s'do vëmendje qaq, ama du me thonë vëmendjen e kam pik dopt, edhe nëse unë nuk e shoh veten si kur atin jam seni kryesor në jetone, jo seni kryesor, ama personi kryesor atin që don me ndosh, do me not lirë me mua. Të thara me njerë ftoft, no. Ndjen kur dikush takoj noti edhe pse sillet mirë, po unë jam një njeri që shumë i kuptoj njerëz, edhe shumë i kuptoj njerëz, se shkoki që unë jam një njeri që kom pas shumë probleme me ankt, mu më ka ra ton jetën me ngu edhe me analizu njerëz. Edhe unë jam një njeri që njerëz njën shumë të lirë edhe të hapun me mu. Do me thonë, ka një herë i ndojnë shumë do sekrete, ose folin keq për dikant tjetër më pranin tem, se menojnë që unë nuk i kallzoj ati dirët, atin se unë jam asi njeri mire, i maj sekretet. I maj sekretet në shoqënien tem, ama qa jam ka bo mua mi analizu edhe mi po njerëz qysh janë me të vërtet, se ti kur nuk fol shumë, ki vakt mi ngu edhe mi analizu njerëz. Do me thonë qaj analizimi i tepër që ja bëjoj njerëzve, unë e shumë let muj me dit atin a jetu mbrajt, as jetu mbrajt. Po ka një herë njëri i mbyll syt se nuk po ka qef mi po që të sanët që janë. A kishe preferu ma shumë me kone dashurume, a e sukseshme. Unë besoj që ma shumë më pëlqen me mdosht njerëz, edhe kam kështu si kompleks që në ekstrem shumë po du mi pëlqy njerëzve. Edhe e di që ka një herë i boj do sene që e bojnë kundërtën, e do me thonë shpesh në rrjetet sociale, jo në YouTube jam ma vetja. Ama në TikTok nashta e kom shfaq një anë që nuk i ka pëlqy njerëzve. Po edhe që jam ka pru mu vëmendje, do me thonë edhe apet që jam ka pëlqy. Po ku përdu me donë është, unë si njeri shumë kam qef me mdosht kejt njerëz, edhe e di që nuk është e mundur a i sen. Nuk mund është me kejt njerëz me qu mirë, ose me pos pun të mirë. Ama unë jam një asi njeri që po kam qef, edhe e di që nuk funksionon. Po me pora kisha dosht me pos dashni sa sukses. Nëse është asi dashni e mirë, adin dashni e pasht, edhe nuk po folit është vish për një partner, po kështu dashni pi jetës, pi sanët, adin vish për pas jetën e lumëtur njerës që mdojnë për rath. Po, nëse s'bojt aja e pranujnë edhe suksesin, belenjoni me pos. Qka është soft girl momenti jut ma i madh për momentin? Soft girl dyqysh janë ato qika që jetojnë pa drama, pin një kafe në mëngjes. Dyqysh për momentin, my soft girl era është që ja kom njës shumë me najt vitit gati me pastërti, sidomos shpijen jam të fshi shumë. Do me thonë që kjo është që më pëlqen për momentin me këtë soft life tamën. A i ki pas në herën një ndjen që universi po t'jep sheja. Universi, zoti, qka dush, shumë më jep sheja, edhe shumë në ekstrem i kuptoj shejat, ama unë apet ka një herë nuk po du mi pranu që ato shejat që po më vinë, ose i ka që kuptoj. Për shumë kur një njëri nuk është për mua, me një dikan më ka ndodh shumë sheja atin, edhe unë apet i kom byllë sytë se s'kom dosht mi pranu që ato samen që ashtu që janë. Qka është sekreti jët toksik që nuk e kishe thonë as kujt? Stay toxic, manipuloj djemt.
luja lojën, se vata janë të ta lu. Edhe mënyra ma e mirë qysh me bo dikan, me bo masteje, është mos me arros. E fol tradhtin emocionalisht nëse s'ka pos fizikisht. S'po di tash çka është dashnia, tradhtia emocionale, po diqysh nashta ajo është halo ma keq nëse partneri jam shprehet atë me dikan me fjalë dashurie ose nëjsen, ose ka ndjenja me të vërtit, ajo po m'duket halo ma keq se me m'traftu. Se ka njëherë ju që po du me thonë që është okej që djem traftojnë, ama ma normal po m'duket që trafton një djalë kështu se i ka to nevojat e veta fizike. Sa me shkru për shkakun me naj ish femën të vetë dhe me thonë që halo do se nëjsen, oh my god, çaja është kom halo ma keq për unë, s'pedi, ama asnjërin se kisha fol. Çka është diçka që e bën kur të thehet zemra? Kur të më thehet zemra, unë me dhon një hera e parë kur më kanë thy zemra, u kon vera, edhe jam kon klop, edhe tu knoq, edhe tu kajt. Do me thonë diqysh, kaq shumë kom vujt, ama jam kon me shumë njerëz, edhe diqysh, sot, kur e kthej kohën, kur të menoj që ata din, kur hera e parë më ka thy zemra, diqysh jam knoq. Se di, e tana mas qasaj verës, ku pas shumë vullnet, edhe i thojsha, o, ka më bo femna ma e mirë në botë, adin, që ai ka me thonë, ka, që kom hup, edhe, do me thonë qëtë herë, ja pa ta nis me muzik, edhe ja pa ta nis me dhez, ka pak në Instagram e se në vene, e do me thonë, sa herë që më thejët zemra, une e marrë qëtë energji edhe kryoj dishkatin, ose buna ma e mirë, ose edin boj dishka me jetë tem, do me thonë, mu në fakt, kur të më thejët zemra, unë bjerë mirë. A mënon që qika edhe djem mujnë më konë vetëm shok. Atje në shumica thojnë jo, se gjithë dikush ka me lyp ma shumë, po në besoj që apet, po mujnë më konë. Mu më ka ndodh edhe ashtu. Atin, shumë sidomos kur jam konë ma e ri, kom pos ma shumë shok, që adin ata i kom pos si naj vlo me pos. Ama kom pos edhe naj shok që mas një kohë, unë e kom morë ndjenja, ose ai ka morë ndjenja, edhe është kejt okej, edhe është kejt në rregull, ama nuk do me thonë që për çdo njeri që rën ki me morë ndjenja. Po, nështë edhe qaj shokit që teshe si shok e ka na i qëllim që vish mos t'mundet se adin kish dosht me të shti njëri organ. Kështu që, ja, ka ama janë troll. Ta është green flag që njerëzit nuk e përmenin shpesh. Cili është moshkulli ideal për ty, mojtë një TikTok. Adin, unë që kisha pa princin tem, adin tash qka pëdon Adri. Tash më jemi adhon dhe sanë, kështu, pe këtaj pyjtje ma kështu qka kisha dosht unë të një djoj. Adin një herë të karakteri, mu më vynë dikush që më shtin me kish. Do me thonë, nëse do me më marrë zemrën, vish dush me më shti me kish. Edhe vish dush me më bo më një mirë, edhe vish dush me më toleru ato budat lakina që i kam unë. Se një dytë është dikush që muj me ngu muzik qfarë dush. Nashta një ditë ngujna muzik vajtusas, një nisin ato vujt, ama vesh atin na pëlqen që ashtu me bo. Tirin, edhe mas një ore nashta jenë ato rapovat, kong, gangstera. Më vini që si njëre, adin që shumë e donë muzikën edhe i ngon muzikat të ndryshme edhe mu i më knoq me ta. Trit është dikush që normal që thashe dhe me herë të mjep vëmendje, çdo kohë të lirë donë me e kalu me mua, edhe normal që najherë del me shok, se dhe nuk po du me dol me shok, që nuk po du ashtu me mu bo si në borë këta na lidhja. Ama po du më konë që adin me mu ndje unë, si kur jam adin njeri por në jetën tonë. Tëna nëse shkujna pak ka kështu pjesa e pomjes, kam qef me pas një farsili ma në trenier ka. Që kam pëlqen shumë është nëse dikush ka talent, sidomos për muzikë, nëse dhe më repovot, se najsen, pa mërës, nëse pështi me keq edhe janis më repovot, plo, ti ma more zemrën, heca unë, ku është të noza? Në më thonë që kjo të nave me të ardhë era e mirë, atin nështë ta vish mes të e kujtu qatë erën tonë të mirë. Kom pëlqej njerëz që nuk kanë hek, ka pas nevoj mi kalu do senër për më bo njëri forë, se vënë që ashtu jam. Edhe besoj që një njëre që edhe një ka pas krejt edhe kur s'ka vujt kur gjo nuk
mundet me ja ditë rëndësien jetës, edhe nuk mundet më përshtat me mua. Më vjen dikush që më çon poshtë pak, se unë ka një herë bona nervoz, edhe nuk më vjen ndonjë kush më rrop me mua, unë vjen vesh me ma bo hey, a je mirë kështu, atë me marrë me të mirë. Do me thonë atin zjarë me zjarë nuk përshtatet. Edhe pse jam shumë njeri qetë, adin me mbo me më koll nervat, adin me bluj kejt, bluj. Do sera që si kum këqyrë ma herët, për shumë është ko pore. Do me thonë ma herët unë kur se kum këqyrë ko dikush pore, kum këqyrë adin qëfa njeri është, për të edhe që ta njerës pa pore më ka ndollë kur fa njerës. Kështu që adin sot e di që si to mas në moshën tem, tash 27 vjet i kam, do me thonë moshën tonë ti dosh me pas dishka, ose me bo dishka, me pas në i plan tjetës, adin tana edhe qaja të bon ma atraktiv nëse ki na i plan tjetës, ose jetu bo dishka, ose ki na i biznes, ose veç shka në fund bre me nxas, veç me bo dishka. A ki pas në herë në i fos ku ki menu që une muj me ndreq këto, I can fix him. Gjithë, unë shumë e kam që të kompleksin e shpetimtarës, që shumë kam qef, mu konë unë e qaja, që ja ndryshoj jetën njerëzve. E kam në shoqni, e kam në dashni, edhe e di që unë me trunin të më di që nuk është më konë realiste me menu që të sen që unë më i me ndryshu dikan, ama edhe e di që në jetën e çdo kuj që kom hi, unë e kom lon një shaj. E do me thonë, ata njerës më kujtojnë mu për mirë. Nashta, unë e kom hek me qëta njerës e jam shkatru e jam thyë, ama unë e di që unë aty në njerëzve i kom dhonë një mësim të mirë, ose një energji të mirë, ose një diçka të mirë që ton jetër ka me mojtë manë. Ama nuk ja vlen me shkatru vetëm për njerës tjerë, se tash që dashërien që ja dhojsha njerëzve, po du me ja dhonë vetës tam, fëmijëve me jetës tam. Po ja, apet jam asi njëri që kam qef mi dosh njerës, edhe me mdosh njerës. Qka është fjalla që ta ka ndryshu jetën? Një fjallë, edhe nuk është fjallë, ama një kuptim i jetës që ma ka ndryshu jetën, është që njerës gjykojnë mbos kush janë ata edhe jo mbos kush je ti. E për me shpjegu ma felt këtë temë është na keti kina ato vlerat, ato mendimet në tru ton, në bos sanëv që i kina përjetu ma herët. Jo na ket njerës i kina kalu sanet e njejta, e do me thonë, për dikan, nashta, shumë një shamë shumë një thjesht, dikujna i pëlqen tatuat, Kër më shë mu, thot, farë që i ke fort me tatua e sa në vene. Tena është dikush që i ka të lësum tatuat. Edhe thot të qysh, shumë e gërdiqme, kur po të shohë e sa në vene. Në thonë edhe në kjo nuk ka të boj, mendimi e tjerve nuk ka të boj me tyje, po ka boj me preferenzat edhe perceptimin e realitetit që ata e kanë. E do me thonë, ja, kjo është një sanë që gjithë e mendoj, kur dikush më komenton dishka veç të thamë, aj njeri nuk din ma mirë, ose edhe mendimi i ti është që ashtu se nuk o mje mua, ose nuk e din qka qysh tek. Shpirta, animi, shime.